kam derin edhe respektin më të madhin që pranë meje të kam një personalitet për 55 vite në karrierë të profesorit. Me neve kem këtu profesor asistent doktor Thanas Ligor Gjika, i cili për 55 vite. Wow! Si kaloj sot? Mirë, të falenderoj që erdhët, e morët mundimin edhe i të përgatisni emisionin për mua në këtë kuadër të 55 vjetorit të fillimit krijimtarisë. Nuk kam qenë profesor që në fillim. Grada shkencore i mora më vonë, nga master, duke dhënë provime, në bashkëpunëtori i vjetër, pastaj docent, pastaj u bëm doktor, asistent profesor. Atëherë do të dalë, do të në tregosh pak fëmijërien e juaj në Shqipëri, nga cili vend, Dakor. sa kohë keni qëndruar atje, çka keni vepruar dhe aratisja juaj kur keni nga në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë e linda në Korçë, në fillim të korriku të vitit 1944, kur ishte akoma e pushtuar Shqipëria. Edhe familja ime ka qenë një familje e thjeshtë, punëtori. Babai im ishte murator, që punonte me mistri dhe çekan. Edhe unë këto dy simbole të punës së babait i kam marrë me vete, sepse më frymëzojnë, më tregojnë nga je, kush je, ki kujdes, mos haro. Punohu me ndershmëri, si të kam mësuar babai, edhe me cilësi. Edhe nga ana e nënës kam një të mirë, ajo ishte shumë fetare, sepse kishin vdekur shumë fëmijë përpara se të linja unë, e ishte bërë shumë fetare, edhe kështu që ajo na edukonte të lexonim Biblën dhe të ndiqnim moralin fetar, që t'i bënim mirë tjetrit, mos i bënim keq. Kështu që kjo edukat neve na mbrojti që më vonë të mos bëheshim as antar Partisë Komuniste edhe as njerëz që punonim për Ministrinë e Brendshme. Kemi qenë kokullur, punonim, studionim, kishim dëshirë të kapnim sa më shumë dije. Edhe motra e madhe u bë mësuese, vëllai i madh Viktori doli i shkëlqyeshëm, u dërguan në Bashkimin Sovjetik, atje studioi për operator filmash, pastaj me që ishte i aftë, u kthye dhe u bë regjisor. Edhe ju e dini, kanë bërë ato filmat shquara, i General Gamafoni, Nëntori 2 edhe shumë filmat të tjerë. Unë, për të ngrënë një natë, duke thosh babaj, edhe ti të bësh si Viktori, puno, studio, edhe unë dinja shumë mirë me mësime në gjimnas edhe në universitet. Edhe arrita që përrisht të rezultateve të larta, nuk më odhen mësues, se fakulteti na përgatiti për mësues. Por, në fillim më odhen në Radio Tirana, me emëruan në Radio Tirana. Mua puna në radio nuk më pëlqente, sepse në Radio Tirana ne bënim propagandë, me gënjeshtra. Një, e dyta ishte që unë përgatisnja emisionet në botën e shkencës e teknikës, enciklopedia e radios, në Universiteti Popullor i Radios, edhe data historike. Tashi të gjitha këto emisione nuk i shkruaja unë vija ja u kërkoja bashkëpunëtorëve, specialistëve. I merrja të shkruajtra me dorë prej tyre, i korrigjoja do shkrimet, i jepja doggrafim, i doggrafonte ajo doggrafistja, i merrja, i korrigjoja prap, pastaj dija në studio, i incizoja me spikerat edhe dorëzoja emisionin. Kjo ishte një punë mekanike, nuk ishte fare krijuese, po ishte robotike, dhe mua nuk më pëlqente. Shokët më thoshin, lumë ti që punon në Radio Tirana, radioja ishte i godin moderne. Ka qenë privilegji ma pjesh në një radio. Edhe në kryeqytet, po edhe në stacion në radios që ishte modern, sa po ishte inauguruar kjo godina e re, më 1965, unë 66 në fajta atje. E unë së pëlqente, kështu që arrita në janar të 70-ës të realizoja atë transferimin tim nga radioja në institut të gjuhë letërsisë, që të merresha me studimin e
patriotëve të rilindjes me shkrimtarët. Atje që viti 70 kur vajta dhe vitin e parë, që si vjetë ben 55 vjetë nga ajo kohë kur unë u mora si fillim, duke studiuar më tepër letërsinë, më shumë, jo sipas programit mësimor, po më tepër më gjerë edhe vepra që të ndalume i lexoja, lejohesha. Edhe shkrova dhe recensionin e parë për një vepër shkencore që kishte bërë profesor Mark Gurakuqi. Vepra e tij quheshe Autor dhe probleme të viteve 30. Edhe gjithë autorët, Nonta Bulkën, Migjenin, gjithë ata përparimtarë, Petro Markon, Mista Treskën, të tjerët, Kapën, Kristajt Cepën, e tjera i kishte trajtuar mirë atje, po unë bëra një recension shkencor që paraqita vlerat, po bëra një 2 sugjerime vërejtje si mund të përmirësohet. E këtë e quaj unë si pagëzimi im në shkencë, 55 vjetë përpara. Pastaj fillova normalisht duke kërkuar që të studioj Mjal Gramenon, si ishte figure shumë anshme, gazetar, poet, dramaturg, novelist, luftëtar i qetës Qerqizit, ishte i të gjithave. Ishte një figure kompletuar, edhe mua ky më rriti studimi i jetës dhe i veprës së tij, mua më rriti si studius, sepse detyrova të marr kualifikim për të interpretuar krijime letrare, portrete, fejtone, përshkrime, shënime udhëtimi, edhe lexova një literaturë shkencore që ishte e Lubotenit nga Kosova, profesori. Ata e studiova që u aftësova të tjerat, për poeti lexova teori për poezinë, për novelat, teori të tjera për studimin e romanit dhe të novelës, pastaj për dramat. Kështu që u kompletova dhe bëra monografinë e parë, Mjal Grameno, publicist demokrat, si gazetar, edhe të dytën, sa punuat atje? Mund t'ua tregoj. Po, patjetër. Ikëm këtu. Kjo është Mjal Grameno, publicist demokrat, me të cilën në vitin 1980 mora gradën minimale që ishte grada shkencore. Nuk kishte atëre doktori shkencave, po ishte ka qenë drejtim tjetër. Master, mjeshtër, edhe kështu. Mjeshtër, po. Pasandaj, kur erdha në Amerikë, atje në institut unë lashët të mbaruar monografinë e dytë për Mjal Gramenon, Jeta dhe vepra. Mirë po nuk u votua se s'kishte letër. Edhe u detyrova, i mora dorë shkrimin, kur erdha në Amerikë, pasi bëra studime të tjera për shëmpalin ato, ju ktheva Mjalit, me qenë se ishte viti 2012, 100 vjetori shpallit pavarësisë, edhe botova të plotë veprën, Mjal Grameno, Jeta dhe vepra. 500 faqe, e dërgova dhe në Kongresin Amerikan, ku mora letër falenderimi, që thonë vepra juaj është rezervuar në këtë katalog. Ja, këtu. Falenderim nga libraria, Library of Congress. Edhe firmosur ajo, që libri juaj, edhe ajo për shëmpalin që ka bërë më vonë, po ashtu është rezervuar. Atje ruan, jam i gëzuar. Që veprat se kjo vepër ka një rezume anglisht. Ka një përmbledhje anglisht. Edhe Mjali ka jetuar edhe në Amerikë, ka punuar. Edhe sa ju ra juve me punua atje në institutin e gjuhës? Në institut kishte defekte për sa i përket kualifikimit. Ndërsa sektorët e gjuhësisë kishin profesorët që kishin studiuar jashtë shtetit botën perëndimore, si Ekrem Çabej, Mahir Domi, Lirak Dodbiba, që drejtonin sektore dhe punime në fushat përkatëse, edhe vetë drejtori i institutit, Andrej Kostalar, ishte një studius i formuar mirë në Universitetin Lomonosov të Moskës. Edhe i ante i natë me këta, edhe e qante rrugën e fjalë formimit, edhe të
krijimit të fjalorit, dhe arriti të bëj fjalorin e gjuhës shqipe në masër me 80.000 fjalë, me 40.000 fjalë, të cilin e vlerësoi katedra e gjuhës në Norvegji dhe i dha titullin doktor honoris causa, se për herë të parë gjuha shqipe doli në tavolinë me një fjalor me 40.000 fjalë. Wow. Ne s'kishim pasur më përpara. Këtë e nxori profesor Kosallari me nxënësit, me ata nxënësit e vet që punonin në sektorin e fjalëformimit. E kështu. Por ne si sektori i letërsisë kemi pas defekt. Asnjë nga ne nuk që e kualifikuar jashtë shtetit, vetëm në drejtori që ishte shefi ynë, Koçobiku, që studiuar në Universitetin e Kievit. Një universitet i dorës së dytë, domethënë. Edhe ai përpiqej të na kualifikonte përmes disa seminareve që bënte. Dhe më vonë u rit edhe Jorgo Bulva, që ishte shoku ynë më i mirë midis nesh. Edhe të dy këta kanë bërë her pas here seminare, kualifikimi për ne, për të përcaktuar më mirë ç'është karakteri kombëtar i letërsie, ç'është realizmi, ç'është romantizmi, ç'është sentimentalizmi, ç'është drejtimi letrar, ç'është shkolla letrare e më radhë. Kështu që, për shembull, një gjë e thjeshtë që mbaj mend teatri. Më falni, a keni pasur një huri në atë kohë vendet e përcaktuara që ku keni me mujtur me i krye dhe këto shkallët edhe më të larta në botë? A keni pasur me njohë edhe në atë kohën atëherë? Ne ishim në një instituti, ishte me studime brenda për brenda ateut, i përcaktuar, nuk na vinte literaturë nga jashtë, letërsia ishte ideologji, dhe kjo nuk vlerësoi si mundësi për të kualifikuar jashtë kuadrin studimor. Ndërsa për kimistë, për inxhinieri, qeveria dërgojte në Francë dhe në Rumani, për letërsinë nuk dërgoj. Edhe për gjuhësi dërgoj. Sa jura juve me punu atje në arsim atje ku ishit? Sa kohë? Për në Institutin atje? Për të arritur, për të përpunuar këtë monografinë e parë, punova 10 vjetë. Wow. Sepse neve kishim një metodë që studionim një kapitull për një vit. Edhe e studionim, mblidhim materialin e shkruanim. E dorëzonim materialin e diskutonim. Pastaj kapitullin tjetër, kështu që 10 kapitullet e këtij libri u trajtuam gjatë 10 vjetëve. Humbje kohë. Në vitin 1970 na erdhi ne profesor Recep Qosja. Të bënte kërkime për Azdrenin. Ai kishte punuar edhe në një vit më përpara, kishte qenë në Rumani, erdhin dhe në Shqipëri, mblodhi sa edhe nga arkivje nga ato, dokumenta nga biblioteka kombëtare, i pa me njerë botimet e tij dhe do shkrimet. Edhe pas 2 vjetë na solli monografinë e plotë, Azdreni, jeta dhe vepra. Një vepër voluminoze, 500 ca faqe, e trajtuar me një nivel më shkencor se sa i bënim ne. Asnjë nga ne s'kishte nxjerrë një monografi për autorët. Ai e nxori për 3-4 vjet, domethënë. Neve argjonim nga 10 vjet për një libër, për një monografi. Wow. Kështu që u futëm Kosova në këtë kohë luajti një rol si dritare frymëzuese për ne, sepse na vinin librat e Recep Qosës, të Ali Aliut e të studiusve të tjerë. Edhe neve ushqeshim. Vinte edhe botime letrare. Edhe shikonim që juve ishit një realizëm i lirë, nuk respektonin normat e realizmit socialist, që ishin e kufizonin shkrimtarin. Edhe si filloi jeta juve atje në Shqipëri, martesa, krijimi familje? Për sa i përket jetës familjare, unë në fillim kam qenë jo i lumtur, kam pas një martesë të pagoditur, dhe kur ram në një provë politike se partia e arrestoi baban e gruas, atëherë unë si shumica e njerëzve të asaj kohë detyrova e ndava, me qëllim që fëmia të kishte një fëmijë që ishte i lirë, se nëna me të do shkonin në internim, edhe shkuan në internim ata. Unë pas 2 vjetëve u martova me Julin, e cila ishte një vajzë e talentuar, që e kisha njëjtur më para, po nuk guxoja t'i thosha që se isha i martuar edhe. Po kur u lirova,
rastisi që vajta në Korçë të bëja pjesë në një sesion shkencor që bëm për Themistokli Gërmënjen, ishte një përvjetor i Republikës Korçës. Atje kjo punonte në bibliotekë, lexonte, bënte, studionte. Edhe unë u afrova, eftova për vizitë nga shtëpia, vajta nga shtëpia, u njohëm më shumë edhe vendosëm që ja lexova vëllimin e parë që kishte botuar. Ishte poete e këndshme, edhe më pëlqeu edhe si krijuese, edhe si njeri që vinte nga një shtresë e ulët, familje punëtor. Domethënë babai i saj ishte oficer, shtrinte linjat, ishte i thjeshtë, nuk ishte nga ata generalët. Edhe kështu që u lidhëm bashkë. Edhe na shkoi mbar martesa, bëm 2 fëmijë. Ai djali i madh nga martesa e parë rron në Tiranë, është mjek, ginekolog, ka 2 vajza binjake. Edhe i kam lënë atje fotografitë. Kur vete takohem me të edhe me fëmijët e tij, me nusen e tij. Nusja është juriste, shumë e mirë, dhe ajo e la kokona. Prap do të kthejmë mrapa, do të dalë ardhja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në cilin vit keni ardhur? Po, tashi, pas vitit 1990, kur Shqipëria filloi transformimet, unë ndjej që s'po e kapte do të vetëm për të përmirësuar. Ne menduam se shumë shpejt do bësh kthesa dhe ekonomia do rregullohej, ne do e rregulloheshim me shtëpira e me ekonomira, me rroga të mira, që e vështirësi. Po babai im, duke qenë se më kishte edukuar, që kishte qenë emigrant në Amerikë, dhe më kishte ngulur në kokë mendjen që në Amerikë është vendi ku paguhet puna më mirë se kudo. Atëherë unë biseduam me familjen që të aplikoja llotarinë amerikane. Edhe guxuam e erdhëm. E fituam llotarinë, edhe erdhëm në vitin 1996. 96. Kështu që guxova, isha 52 vjeç. Julia ishte 47. Fëmijët ishin 13 dhe 18. Dushin rritur fëmija, dushin edukuar. Neve gjuhë s'dinim, anglishtën se dinim. Në një zanat profesion që mund të punonim, s'dinim. Edhe kështu që u detyruam pjatalarës, pastrus, roje nate, punëtor në turnet tret. Po ndërkohë, engremi natë, u detyruam të vem në shkollë nate për të mësuar anglishtën. Punonim paradite, në mbrëmje shkonim në shkollë, mësoj anglisht me bicikletë, se s'kisha as makinë, pastaj më vonë beva makinën. 2 vjet e bëm këtë, edhe punë edhe shkollë. Morëm nga një diplomë atje, certifikat e zotron anglishtën, në fazën mund të lexoj dhe të flas. Bisedat të ulta, jo niveli lartë. Por shkrimet e juaja nuk ndalohen kurrë. Edhe do e mos ai meraku. Pse do ta bëj një pyetje? Pse të gjithë shqiptarët tonë, kur vinë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk na japin mundësinë të bëjmë atë që kemi bërë në vendin tonë, por duhet të shkojmë me një gjë që se kemi bërë kurrë, dhe me arritjen e punës që suksesi që do ta bëjmë një punë që se kem pas në dorë ta bëjmë, me ato lek i rikthehemi jashtë ku ju shkrimeve. Si më doni këtë? Është puna kështu, shqiptari nga natyra është ambicios, është i zgjuar. Po të paguhet, ai punon shumë. E ka thënë Faikonica 100 ca vjet përpara. Kanalin e Korfuzit e hapën shqiptarët, sepse atje djemtë e Shqipërisë paguheshin shumë mirë. Domethënë se ishte pagesa. Edhe ne kur erdhëm në Amerikë, qofse unë pjatalarës, edhe gruaja prapë ndihmës kuzhiniere ose diçka tjetër, por pagesa ishte e tillë që ne i mbulonim nevojat e familjes edhe mund t'i shtynim fëmijët që të studionin. Ëndra e shqiptarit është gjithmonë që të bëhet dikushi, të çaj. Shumë shqiptarë ju futën pizzerive, dhe tjerë sanateve, plumber, elektricista, më të gjitha. Kudo që u futën, shkëlqyen. Unë nuk mund të ju janë në zanate të reja. Unë kisha profesionin tim, isha i kualifikuar për të bërë studime shkencore. Atëherë, ju rifuta
shkencës dhe, si që ju thashe, kapa studimin që ishte një gjë shumë e vështirë për tu zgjidhur. Shëmpali, një nga autorët kryesorë të Vjatës së Re, kishte punuar dhe kishte thënë vetë që unë e kam përhapur fjalën e Krishtit deri në Ilirik. Do me thënë, kishte qenë në Iliri, edhe kisha shqiptare, qoftë ortodokse, qoftë katolike, në traditën e tyre e kanë thënë gjithmonë që Shëmpali ka qenë në Shqipëri, por nuk ishte vërtetuar edhe në artat e Biblës, nuk ishte asgjë kundi e treguar se ku ka qenë ky, kur ka qenë. Edhe, a ka shkotur në një letër? Unë për herë të parë arrita ta provoj se Shëmpali jo vetëm që erdhi në Shqipëri, në territoret e Ilirisë, Shqipëria sotme, por ky shkrojti në Durrës letrën kryesore, letrën dërguar të krishterëve të Romës, e cila ngatrohet nga shkencëtarët dhe thuhet sikur shkruar në Greqi, në Korinth, por nuk është ashtu, sepse ajo është letër e përbërë nga dy pjesë, ku pjesa e fundit është shkruar në Greqi, po jo e gjitha. Letra kryesore me 15 kapituj është shkruar në Durrës, ku është pika më e afërt me Romën, ku do ta dërgonte një nxënësin e tij, Prishilën dhe Akilën, ata dy burrë grua të martuar pa fëmijë, që të predikonin në Romë, dhe ai e shkroti këtë letër që të ishte si traktat, që ata të mbështeteshin në të për të bërë predikime, derisa të vinte vetë Shëmpali. Kështu që kjo u pranua nga Irësia e tij, peshkopi i Korçës, edhe i cili shkroti dhe parathenjen e librit tim, këtij libri të parë, Johan Pelushi. Sot, Zoti Johan Pelushi është kryepeshkopi i gjithë Shqipërisë, sepse është një shkencëtar, nuk është thjesht një fetar, një klerik, por është dhe shkencëtar, ka bërë shumë libra, ka mbështetur studimet e mia, si të parin, edhe të fundit. Mirë, është në anglisht, si do ta themi tashi më vonë. Pasi përfundova këtë libër, unë mendova se tashi ata katedra që e pagoj këtë, unë isha pastrus në kolegjin Atlantic Union College, në South Lancaster, isha pastrus. Por pedagogët e katedrës të teologjisë që ishin atje, më dëgjuan, më dhash leksione atje, edhe më dhanë, e kuptuan që ky është një studim serios, lexuan dhe përbledhje në anglisht, edhe më paguan botimin e librit. U sponsorizuan nga katedra e teologjisë. Dhe unë tash mendova, me që këta e sponsorizuan, do ta vlerësojnë dhe nesër do më kërkojnë mua që të bashkëpunoj me një grup botuesi të Biblës që t'i futim këto të dhëna në botimin e ri. Kjo nuk ndodhi, sepse botimi i një Bible me shënime të reja, sqaruese, ku të korrigjohen shumë gabime që janë bërë në këto shënimet sqaruese, kur dhe ku është shkruar kjo letër, ky ungjill, ky libër, është çështje që do verifikim, edhe do një si koncil në Vatikan të vendoset. Prandaj kjo punë unë nuk qoqa dorë për ta ripunuar e përpunuar që ta sjell një variant sa më të plotë, edhe evolova, për shembull, palin në këtë libër e shpura në Durrës dhe e shëroi artën që zbriti në Nikopol e vati në Korint, por në variantin e fundit që botova anglisht, e korrigjova sipas një të dhënie të një shkencëtari grek, që ai ka qenë në Apollonin e Fierit. Pastaj ka shkuar në Berat, në Partha, e pastaj në Përmet, doli në zbriti poshtë në Epirin e Jugut dhe vajti në Korint. Atëherë, një fjalë e bukur më pëlqej te kjo se thatë, unë nuk investova në pasuri, por investova në shkrime dhe botime. Po. Ku është çelësi kësaj? Ja, çelësi është kështu. Siç thash që çdo shqiptar që vjen në mërgim, do që të bëhet dikushi, jo vetëm të siguroj të hajet pi, po të bëhet diçka më tepër, të bëj emër. Atëherë unë e ndjeva veten që jam i kualifikuar në fushën e studimeve letrare. Edhe këtu ju futa,
në biografitë e shkrimtarëve, në interpretimin e veprave letrare. Edhe shkrojta shumë, jo vetëm monografinë e Mirgramenos, edhe jetën e Shëmpalit. Por shkrojta edhe për jetën e shumë shkrimtarëve, edhe interpretimin e veprave të tyre si për Samir Pishtin. Ishte një nga shkrimtarë disident që ishte larguar, arafisur pasi kishte bërë burg në Shqipëri. Për Lek Pervizin, një i dënuar që kishte jetuar në internime 40 sa vjetë. Edhe shkoj në Belgjikë ku nxirrte atë fletën internetike Kuqesi, që ka pasqyruar gjithë ato mundimet e jetës në kampin e internimit të Tepelen, sidomos ku vdisnin fëmija, 300 fëmijë u zhdukën nga mos interesimi, se s'kishte mjek, s'kishte ilaçe, edhe ata u varrosën ashtu pa emra, u futën në për gropa, do më thënë pa emër, se kush është ky fëmijë, se s'kishin arritur as të pagzoheshin me emra edhe. Kështu, ky Leka ka bërë, ishte edhe piktor, ka dokumentuar si ishin atë ai kampi, si flinin këta, sa keq ishte jeta, ushqimi, gjithë jetën e tij, dhe është bërë muzeu i Tepelenës tash me dokumentat që ky i ka rigjeneruar. Po kështu kam shkruar për Eugen Merlikën, një djalë që ishte 2 vjeç kur e internuan, për shkak se gjyshi i tij, Mustafa Merlika, kishte qenë kryeministër për ca kohë i Shqipërisë nën pushtim, por ai kishte bërë vetëm mirë Shqipërisë, pavarësisht se ishte nën pushtim, ai ndikoi që Shqipëria të bashkoheshe me Kosovën, që flamurit të shqiptar të iqeshin sapatat e liktorit, që gjuha italiane të iqeshe nga shkolla fillore dhe të fillonte si gjuhë e huaj në klasë të 5 të 6. Edhe me radhë bëri shumë mirësira për Shqipërinë, ekonomia u forcua, por e veri e kishte inat, edhe se kishte si konkurent, do më thënë, në anën tjetër. Ju më thatë që si u futa punës shkencore, do më thënë, pse su mora me në diçka që të bia dhe unë në shtëpi si shokët, se të gjithë këta që u morë me zanate, pizzamene, plumber, apo elektricista, në punë të ndryshme, bën në shtëpira, u reguluan me... Sa kati punë? Bën nga 3 kate ku 2 kate i kanë me qiraxhinj dhe 1 kat jetojnë vetë, po qiraja e qiraxhinjve mbulon morgiqin, e të ata jetojnë falas, do të thënë. E ju e bëtë këtë shtëpi më të bukur tjetës? Kur më thanë shokët që, po të thanas, Lero, mjau more me studime shkencore se mbete pa shtëpi. Unë i thashë, ore, ato 12 vëllimet e mia, nuk janë 12 vëllime libra thjesht, janë si një godin me 12 kate, po qiraxhinjt nuk më paguan qira. E kështu që kam betur i varfër. Jetoj tani në këtë shtëpi, apartament, me 30% të ardhurave, se jam i varfër me pensionet ulta, edhe shteti amerikan i mbështet të varfërit, sidomos Massachusetts. Këtu... Po veç edhe një do të them, të tërë ata që kanë bërë ka 14 kat, një ditë do t'i lanë, edhe do të vinë në atë vendin që o patë ti, o patë aj, do t'jep të barabartë. Por një gjë, ti do të lesh një trashëgimi të bukur të popullit shqiptar. Edhe një gjë mund të them të ndëruar shikuese, le që ka bërë shkrimet, por e ka botuar edhe ka dhënë libra falas me sa hetimën. E tëra kjo biblioteke juve, si është këtu, është e shkruar nga durët e juaja, keni investu, keni punu. Por një gjë tjetër, që kjo do tjetë edhe më interesante që të flasim sot, nuk kanë ndihmuar vetëm gjërat për libra, por kanë ndihmuar dhe studentat. Në tregu për studentët që kanë ndihmuar shumë për diplomat. Kur isha në Shqipëri, jepja dhe leksione, edhe seminare, në fakultetin e histori filologjisë, degët e huaja, edhe në Universitetin e Shkodrës, në Universitetin e Gjirokastrit më vonë, dham leksione gjëra. Edhe udhëroqja diploma, studentët për diploma, udhëroqja për master, si që bëra vetë master me Mirgramenon, edhe shokët e mi kolegë në Shkodrën, në Tiranë, në Korçë, deshin të veshin master, edhe unë ju udhëroqja, qoftë për Vicenc Prenushin, qoftë për Foqion Postolin, atë të Korçës. Edhe kënaqësia më e madhe pasaj ka qenë kur erdha këtu për këta njerëz që të sfiliteshin si puna ime, që punonin
pa shpërblim, po me mençurinë e tyre tregonin vuajtjet e jetës në diktaturë, tregonin pse kapitulloi diktatura, pse ishte e keqe. Që këta punojnë që ta çlirojnë në popullin shqiptar nga nostalgjia ndaj komunizmit, se në Shqipëri akoma njerëzit mendojnë që po mirë ishim, që e keq ai sistem, ashtu i kishte rregullat, ashtu jetonin, të arrestonin, të bënin se si ishte në vijen e drejtë. Po nuk e kuptojnë që kjo rrugë ishte e gabuar, prandaj dhe kapitulloi ai sistem. Se një sistem i shëndoshëm nuk kapitullon, ai kapitulloi, pranoi që humbi. Nuk e i dha popullit ato të mirëqenjen edhe tërë. Kështu që këta shkrimtarë si Lek Pervizi, si Samir Repishti, si Eugen Merlika, si Astrid Lulushi, që Astriti u bë error, u aratis nga Shqipëria, kur ishte sa martuar dori me një djalë që kishte pësuar polimelit edhe iku që të vijë në Amerikë, edhe mundi të vijë, t'i dërgoj ilaçe fëmijës, po ai nuk u shërua dot plotësisht, me zi e solli fëmijën, edhe gruan, pas 9 vjetës. Ja kështu, kjo punë më ka dhënë kënaqësi, që ti ndihmoj, ti vë në dukje mirësitë, trimëritë që bëjnë këta shkrimtarë që nuk shikojnë me sy të mirë në Tiranë. Si mundën nuk shikojnë as unë. Do t'ju pyesja si janë mirë pritur të gjitha studimet e juaja këtu, librat në tërë vendet shqiptare që janë në trojet tona. Se keni dërguar në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Veriut, Tetov, gjithka keni. Sa kohë rronte profesor Jorgo Buloja, që ishte shefi sektorit ku u rrita unë, edhe ai ishte drejtori i Institutit të Histori të Gjuhës Letërsisë, pasi erdha unë në Amerikë. Ai më pranonte në institut, më bënte promovim të librave, qoftë Mjargamenon, qoftë Shëmpalin, qoftë kur dhe ku u shkrua Djata e Re, edhe librat e tjera. Kurse pas mëzekjes së tij, disa njerëz që unë i kisha kritikuar, pata kanë pozita sot në Institutin e Gjuhësisë që quhet Akademia e Shkencave Shqiptare. Ata nuk më pranojnë me që të bëj promovim të librave. Por dritare e hapur ka qenë dhe Maqedonia dhe Kosova. Në Universitetin e Tetovës, Sulejmani, atje unë kam promovuar librin Një AD dhe një letërsi e vetme. Në Prishtinë, këtë librin tjetër, Kesuria drejt së djathtës, është dëshmi morale dhe mençurie. Kështu që atje janë më të hapur, më të dashur me ne të emigracionit. Kurse në Shqipëri na shikojnë si të humbur, si njerëz pa ndonjë rëndësi, nuk na qasin në rrethet e tyre. Për shembull, unë luftoj që këta dy studius të mëdhenj që janë Otaç Andrea dhe Ilia Karanja, të paktën të jepet në Shqipëri një doktor honoris causa, sepse s'kan asnjë grad, po kanë bërë vepra që asnjë shkencëtar i Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë nuk i ka bërë. Ilia për Marin Biçikemin, Marin Barletin, se Marin Biçikemi është i vërteti, autori, kurse pseudonimi i tij është Marin Barleti, që botoi historinë e Skënderbeut. Edhe Ilia ka bërë një biografi për Marin Biçikemin, e një monografi tjetër për Leonik Tomeo, edhe për humanistët shqiptarë, është specialist. Kurse ky Otaç Andrea ka realizuar antologjinë më serioze për faikonisë. Ka ndihmuar Federata Vatra për herën e parë në vitin 2016, kur ai solli 2 romane të panjohur të faikonisës dhe i botoi, i përktheu nga frëngjishtja në shqip dhe i botoi. Vatra ja mbuloi shpenzimet e botimit dhe të ardhjes këtu, edhe u promovuan ai libër. Tani si vjet, më 15 mars, me rastin e 150 vjetorit të lindjes së faikonicës, Vatra e sponsorizoi këtë libër madhor, i cili sjell vlerat më të mira të faikonicës dhe duhet përkrahur e duhet studiuar, duhet krijuar
leksione speciale për Fajkonicën, si mendimtar, si shkrimtar, si të gjitha vlerat që ka ky njeri, që për herë të parë ka bërë këtë, për herë të parë ka bërë atë, edhe ka një mendim politik shumë të pastër, shumë të avancuar për kohën. Edhe Potaq Andrea mua më vlerësoi. Wow. Kjo është një fenomen. Për ndihmën që i dhashë, se konsultonim për çdo shkrim që të futet, si të futet, sa i gjatë, sa i shkurtër, edhe çfarë lloj ndryshime të tjera, edhe më quajti mua, botohet për kujdesjen dhe drejtimin e profesor asistent doktor Thanas Gjikës. Edhe më ka dedikuar këtë libër, më ka nderuar, domethënë, më ka dhënë në dukje ndihmën që i dash. Edhe falenderoj. Edhe kështu që edhe falenderoj dhe Vatrën, kryesin e Vatrës. Atëherë do të flasim pak për Vatrën. Si e mendon Vatrën dhe sa je i dhënën me Vatrën? Unë që kur erdha, sepse isha arritur me idetë e babait që kishte qenë kur vetë linë në Amerikë dhe Vatra kështu ashtu edhe vetë kisha studiuar Mjal Gramenon që kishte qenë në Amerikë, pavarësisht se Mjali kishte shkuar një çik në konflikt me kryesinë e Vatrës asaj kohe. Mbante më shumë anën e Kristodakos, e parashivisi ajo Sevasti Kiriazit. Por Vatrën ishte një thesar i madh për shqiptarët jashtë Adeut në mendjen time, edhe unë sapo erdha, shkrojta një shkrim që në vitin 96, që u botua në Dielli. Dielli në atë kohë botoshe 4 herë në vit. Në numrin e 4 e botoi ai botuesi dhe unë thosha që Vatra duhet të arrijë që të dërgojë deputetët e vet në Shqipëri, ashtu siç dërgoi Fanolin dikur. Domethënë se një Fanol që vajti nga Vatra dhe krijoi një qeveri të re demokratike, pavarësisht se pati jetë gjatë, por ama solli idetë perëndimore në Shqipëri. Tash po të vjen nga Shqipëria, nga shqiptarët e Amerikës, 3-4 deputet, nga shqiptarët e Francës, të Italisë, nga 2-3, e nga të Greqisë, aty bëhet një parlament që me të vërtet do zgjeje do mbrovësohet mendimi serioz. Dhe Vatra ka fatin që këto 4 vjet të fundit ka në krye një personalitet që është politikan, edhe doktor i shkencave politike, zotin Elmi Berisha, i cili i gjykon drejt gjërat. Mirë po, këtu ne shqiptarët kemi një zili ndaj atij që është më i mirë se ne. Edhe pikërisht për këtë Elmi që është kryetari më i mirë i deri sot i Vatrës, i këtyre 50 vjetëve të fundit. Ata fillojnë bëjnë gër. Atëherë do të jem një falënderues i madh i Sokolpares, kryeredaktorit ton të gazetës Dielli, meqense përmendet jo thatë 4 herë në vit është bërë, tani për çdo muaj e kemi. Po, ka vite që është kështu, edhe Sokoli është editori, është më i ri, krau i djathtë i Elmi Berishës, bravo i qoftë, punon ditë e natë, se gjithë punon për të siguruar jetën, edhe punë e Diellit e bën mbas ditëve të diel të shtunë, punon rend, bravo i qoftë. Atëherë, për fond, ka me dhe një gjë më e bukur që do t'ju pyes, ku do të shikoni vetveten, çka do të bëni me këto librat, a do të vazhdoni të shkruani prap, apo do të jenë këto trashëgimi e dikujt? E ardhmja është kështu që njeriu që merret me shkencë nuk mund të arrijë. Një pizzamen kur lodhet del në pension dhe s'ka çfarë bëj, ose një marangos apo një tjetër. Zanatet e tjera mbaron me pensionin dhe kthehesh në një njeri i zakonshëm. Kurse një shkencëtar nuk ka pension. Unë bëj këtë, mendojmë tutje. Edhe tani për shembull shkrimet që kam bërë deri më sot, që nga botimi i parvjetshëm i vitit 24 vjet, që botova St. Paul in Durrach, që e botova anglisht librin, tani unë po përpiqem që këtë çështje ta bëj ta ribotoj edhe një në anglisht prap me përkrajen e kryepeshkopit të Shqipërisë, Johan Pelushit, edhe shkrimet që kam bërë deri më sot, ti përmbledh në një, se kam bërë shumë shkrime vlerësuese për figura të ndryshme, për libra të ndryshëm,
Edhe kështu që mendoj të dalte me një libër tjetër. Atëherë, me sa dim ne, jemi këtu afër kishës ortodokse. Po, kisha kjo është obori. Shqiptarët e vjetër këtu, para se të vinim neve, kishin menduar për pleqërinë e tyre. Edhe ben kishën me punë vullnetare, edhe me sponsorizime paresh, po ben edhe këtë godinën, që kur të pensionoheshin të vinin panonin këtu. Por ata në fakt ishin me të ardhura të mira ekonomike, edhe prej tyre janë vetëm një 3-4, kurse të tjerët janë për shtëpitë të tyre ose në për hotele, pleqërie që janë më të pasura kështu. Por një gjë është që kjo kisha ka një të mirë, se i mban shqiptarët afër. Ndonë se shqiptari nga komunizmi ju vra besimi fetar. Ne jemi 30.000 shqiptarë këtu në Ustër, edhe në rrethet e Ustrit, por antarë të kishës jemi ose jemi një 500 krye familjarë. Kjo është një gabim, domethënë, sepse Për fond kisha pas dëshirë një fotografi të na tregosh që ke ndaj, ke veçuar që ta tregosh. Ja duhet të tregoj këtë fotografi me mbesën e këtushme, sepse kjo është shumë e dashur. Na vjen, na përgëdhet, na luan, na tregon çfarë mëson në shkollë, tani 8 vjeçë. Po tërë ato bëjnë fiskulturë, bën kërcen, bën. No, çuditemi sa bukur, sa mirë flet kjo, po përpiqemi të mësojmë nga pak shqip, por e ka të vështirë sepse mamane ka amerikane. Edhe djali me gruan edhe me këtë vajzën jetojnë në Leomistër ku s'ka shqiptar. Edhe gjithmonë është të plagë për ne kjo mungesa e anglishtës, por ne dim anglisht të kuptojmë me të, dhe merremi vesh, e llafosemi, e kënaqemi. Profesor, duhet të them edhe një gjë për fond. E tërë kjo pasuria e juaj që e keni bërë një trashëgimni që t'ju shkon edhe në duart e këtyre E të fëmijëve. gjithë, ashtu e mbesave, e të Shqipërisë të se. Këto librat e bukura që janë, këto do t'jenë trashëgimni me qindra gjenerata, mund të them. Edhe shokët e mi, më thonë, që që mos në kizili ne që bëm nga 2-3 shtëpi. Ti ke bërë atë pallatin me 12 kate, që nuk do shembet kur. Edhe unë, si gjithë njerëzit, jam pjellë e rrethanave shoqërore, politike, shkencore, fetare, të ambientit që të rrethon. Dhe, si që përmenda prindrit, vëllanë, 2 motrat, që më kanë ndihmuar kur u rita, ja vjen të përmend edhe zonjën time Julia, që është sakrifikuar në jetën bashkëshortore për të më krijuar kushte që të punoj lirshëm në shkencë. Të falenderoj dhe vajzën time, Ani Gjika, që është specialiste në anglisht, edhe pedagoge e letërsisë angleze dhe amerikane, dhe merret me poezi në anglisht, me krijime, ka bërë një si roman biografik, ka bërë përkthime nga shqipja në anglisht, të Xhevdet Bajrës edhe të Nurjet Aleshanakut, vepra që kanë marrë çmime. Dhe ajo më ka ndihmuar sepse më ka përkthyer për mbledhjet e veprave të mia në anglisht, që i kam paraqitur në për institucione dhe kam përfituar pastaj vlerësimin si shkencëtar amerikan. Kurse në planin shkencor më të ngushtë, mua përveç pedagogëve, drejtuesve të sektorit, Koqobiku dhe Jorgo Bulo që i përmenda, më kanë ndihmuar edhe njohja me veprat dhe jetën e disa personaliteteve të shqiptarve të dënuar nga regjimi për bindjet e tyre jo konformiste, domethënë ishin si anti-regjim, kishin bërë dhe burg, si profesor Samire Pishti, ishte shumë i kulturuar, shumë i formuar me shkrimet e tij, mi lexonte shkrimet, me jepte sugjerime, gjëra, po kështu edhe Astrid Lulushi, ish gazetari Zërit Amerikës, Lek Pervizi, një i dënuar për kohë të gjatë, si që thash, që ka bërë dhe ato materialet e kampit Tepelenës, edhe gjëra të tjera, ishte piktor dhe gazetar dhe shkrimtar, i ka shumë vlera. Eugen Merlika, dhe nga tanët që ka ardhe në Amerikë, është Visargjiti, një talent, mund të them, është talent shkrimtari më i talentuar, jo vetëm prej të përndjekurve politik, por edhe në mbar botën shqiptare. Ai, unë kam shprehur dëshirën që të bëhet
të marrë çmimin Nobel sepse e meriton për vlerat që ka si art, edhe si letërsi, si poet. Është i shumanshëm. Është edhe Josef Radi, gjithashtu një djalë shumë i talentuar, ai bën sa analiza të forta, edhe poezi të shkëlqyera. Kam shkruar edhe për të dhe ai kemi komunikuar mjaft mirë me revistën e tij, Radi and Radi. Kështu që ju faleminderit që më bët këtë pyetje dhe e shirova veten nga ata që më kanë ndihmuar. Shoqata e shkrimtarëve shqiptaro-amerikanë me president Adnan Mehmetin organizoi një takim të grave krijuese, sepse pregatiti krahas siç e bën ai vit për vit librin Pena me shkrime, këtë radhë bëri vetëm me gratë, një vëllim të ri, gruaja shqiptare krijuese në Amerikë. Edhe ishte një takim shumë i bukur. Unë isha bashkë me zonjën dhe me Çupën, sepse të dyja këto ishin paraqitur në atë libër me krijimet e tyre. Edhe vajza jonë foli atje dhe dha një mendim interesant që të mos mbetemi vetëm me takimet brenda krijuesve amerikane, edhe të Kanadasë, po të ftojmë herë tjetër edhe nga Amerika, nga kolonitë shqiptare të Evropës. Sepse dhe atje ka krijuesë në Francë, Greqi, Itali, Gjermani, Zvicër. Të këmbejen eksperienca, të vinë ato këtu, disa prej nesh të vjenë në takimet e tyre, edhe do ishte një pasurim dhe zgjerim i mbar botës shqiptare në krijimtari. Ja, pra në fond, më kujtoj një fjalë që e fole e thahe, mistria dhe qekani. E tëra ka ardhë kjo dukat nga prindi juaj që ka punuar për t'ju shkolluar ju dhe ja sot ku jeni ju, me punën e juaj, me shkrimet e juaj, me sukseset e juaj, ku do të ngelin për gjenerata dhe gjenerata. Nga këto librat e bukura që janë të shkruar nga dora juaj, do të kultivohen shumë gjenerata të reja. Trashëgimia më e bukur. Shtëpia më e madhe që ke ndërtu në jetën tënde është kjo. Faleminderit. Vetëm nuk do haruar dhe një gjë që këto studimet e mia dhe të shokëve të mi, me kalimin e kohës, edhe mund të vjetrojnë, duhen plotësuar, duhen nga shkencëtarë që vinë më vonë. Sepse koha evolon, dalin dokumenta të reja, dhe kështu që ka nevojë për rishikime, për ribotime, për shumë. Shumica e investitorëve shqiptarë të mërgimit janë nga Italia, Gjermania dhe Greqia. Ata kanë bërë restorante lokale mrekullira. Kurse ne shqiptarët e Amerikës investojmë vetëm këtu, nuk hedhim atje kapital. Po unë mendoj që me të ndruar qeveria në të ardhmen pas këtyre votimeve të reja dhe ka tashimin 25, mund forcohet ligji të bëhet më i saktë, domethënë mos kenë frikë për pronën e kështu dhe të investojnë edhe shqiptarët e Amerikës, edhe ta lidhin veten shpirtërisht, e të pleqërohen natë dhe të investojnë, të kthehen atje. Për shembull, unë me gruan kemi qejf të kthehemi, po mosha tash ishte tepër e madhe, nuk na lën të ecim, edhe të ardhurat i kemi të vogla, nuk kemi të atill që mund të jetojmë mirë në Shqipëri, edhe mbetëm në Amerikë. Sa kënaqësi e madhe është kur jam pranë një autores edhe aq bukur foli bashkëshorti juaj për juve, po edhe një që më preke aq bukur kur the për Kosovën. Pranë meje kemi zonën Julia Gjika, Musku, libra shkrimtar, ke shkruajtor. Në trego pak për veten. Unë të them këta që jam nga një familje madhe, me 8 fëmijë, prindrit e mi kanë qenë nëna me 4 klasë shkollë. Po ishte një grua shumë e zgjuar dhe shumë e rrallë për ne, sepse na drejtoi të 8-ve. Babai ishte ushtarak edhe ishte pothuajse i ikur. Pothuajse i ikur, vinte shumë vonë. Ne shikonim, domethënë kur ishim gati për gjumësh. Ndërsa tërë barën e mbante nëna. Edhe për këtë them që ajo ishte një njeri i rrallë që të gjithëve na donte të bëheshim me shkollë, mbasi vetë ajo nuk arriti dot të bënte shkollë më lartë, vetëm 4 klasë. Dhe ishte minoritare, dinte gjuhën
greke, po nuk e fliste në Shqipëri, në disa vende që kemi qenë, se baba ishte ushtarak, mbasi thoshin që nuk lejohet, edhe shpeshherë ajo dëshironte, ne shikonim kur dëgjonte radion, pothuajse çdo ditë vinte veshin te radioja, që dëgjonte gjuhën greke, po jo të na i mësonte neve. Kështu që ne u ritëm me dëshirë për ta mësuar, se dëgjonim dhe i thoshim, mama na thuaj çfarë thot kjo këngë, apo çfarë thot kjo gjë, po ajo nuk na i tregonte. Por ishte shumë korekte për të na kërkuar llogari për vitet që kemi bërë në përshkolla, që nga i madhi deri tek i vogli. Ishim 5 vajza dhe 3 djem. Dhe të tërë, ne 2 të mëdhenj të bëm edhe universitetin, bëm shkollat, kurse të tjerët kanë bërë shkollat mesme. I treti mbas meje bëri 2 të mesme. Dhe punonte në një fabrikë në Korçë, në trigotazh. Të tjerët kanë bërë shkollat mesme. Na ndodhi fatkeqësi që 2 fëmijë na ikën, mamas u vran aksidentalisht. Njëri i ra një balkon dhe e zuri në një radhë. Kështu që ajo u trishtua. Po ishte gëzuar që këta fëmijë i dolën në jetë dhe e nderuan me gjithë kohën e saj. Ja, unë si një njeri që i përjetoja shumë ngjarjet në familje dhe kudo ku ritesha, isha një fëmijë e dobët, por kisha një forcë të brendshme, kisha dëshirë t'i thosha gjitha gjërat në libër. E shkruaja që kur isha në shkollë, në gjimnas, kam qenë në rrethin letrar, kishim një mësuese nga Kosova që unë e doja me shpirt, edhe kjo mësuese e letërsisë, kishim edhe një mësuese nga Berati, se neve kemi lëvizur në shumë vende, siç u thash, se baba ishte ushtarak, edhe në Berat kam bërë dhe gjimnazin, dhe kisha një mësuese më përpara tjetër, pastaj na erdhi mësuesja nga Kosova, të cilën e donim me shpirt, dhe ajo na donte neve shumë. Po, unë e kisha si të veçantë, sepse të tregoj shumë histori, nuk kemi kohë, po do të them vetëm një. Na u sëmur motra që ishte më e vogël se unë, nga Verdhëza, edhe mamaja ishte shtatzan me fëmijën e fundit, dhe e mori motrën ta shpinte në spital, për ta shtruar në spital, se ishte shumë e smur. Rrugës takon mësuese Zymën. Dhe i thot ajo, ku po shkon kështu? Se ishte e rëndë. Po shpije kozetën, tha, në spital të ashtroj se është me Verdhës. O, tha, ma lerë mua kozetën dhe ktheu në shtëpi, tha, ti duhet të je rëndë dhe unë nuk dua që ti, tha, të merresh me këtë punë. Unë do ta bëj. Wow. Ja, dhe mamaja u çudit edhe qau dhe tha, si të vesh ti? Jo, tha, jo, ti Zyma, tha. Po, tha, jo, e mori motrën time përdore, edhe i tha, ktheu tani, tha, dhe unë do të takoj, tha, mbasi të shtroj në spital. E mori motrën time, e ka shtruar në spital, dhe shkonte çdo ditë me një grup nxënësish, edhe kjo gjë na ka prekur shumë, domethënë nuk e bënte asnjë mësues tjetër se ka bërë këtë gjë. Ajo vinte çdo ditë dhe beshe kaluc, edhe nxënësit ka përzenin, bënte lodra që motra ime të shikonte nga dritarja e dhomës, të gëzoheshe se kjo smundja e mëlçisë Verdhëza kërkon gëzim. Edhe kjo e bënte sikur të ishte një doktoresh. Edhe atëherë, ju keni qenë para disa viteve, keni qenë në Kosovë, keni vizituar atje. Unë kam vajtur në 2006, Wow. që kam vizituar bashkë me Thanasin, kemi shkuar pas lufte. Për Thanasin ishte një gëzim i madh të shkonte, pavarësisht se ishte bërë ajo luftë aq e keqe, sepse ai gjithmonë i ka pasur, ka studiuar me ta, e ka njohur profesor nga Kosova, po asnjëherë nuk i dha mundësia të shkonte. Atëherë, ju keni shkruar libra shumë, po pse nuk e keni shkruar një libër kur jeni njoftuar me Thanasin? Kam shkruar unë disa gjëra, po vetëm si kam shkruar, edhe kam thënë shumë gjëra. Po, libër të veçantë, jo, në libër përfshim shumë gjëra. Por në ka treguar Thanasi se ai kishte qenë iniciatori që ju ka gjetur juve edhe ka gjetur në profesionin e vet siç e ka dashur edhe ju ka marrë juve. Ja, unë isha në bibliotekë edhe Thanasi për të çuditur, më duket se këtë gjë
e ka bërë edhe Obama. Ka vajtur, ka njohur në bibliotek. Thanasi erdhi nga dera që hyje në bibliotek, deri vendi ku isha ullur unë, e ka bërë me 2 hapa. Pum, dhe unë u çudita kur më erdhi aty. Edhe më zuri duart edhe më tha, do më thënë, ke zënë gishtat? Jo, i thashun, s'kisha unë asë, do më thënë. Edhe, kështu që... Mërtu, ashti, mamaja ime e ka parë për herë të parë, Po? e pa rastësisht, se kisha lënë takimun me Thanasin, që të shkoja në bibliotek, pa unë i ka nga i rrugë tjetër dhe i ka më përpara. Dërsa Thanasi u takua me nënën time, edhe kur vajta unë në shtëpi, ajo më tha, unë në kuptova diçka, tha, që ju të dy kishit një gjë, po mos pranosh këtë, ti tha, ti ke mbetur për të mbetur e pamartuar. Ai ishte një djalë, tha, elegant me bel. Se i pa gjaketën që e kishte me të çara anash. Edhe bënte shaka, ajo e pëlqeu e para, dhe ndikoj shumë. Atëherë, do na tregosh pak për këto librat, për shkak të kohës, nuk kem, na trego pak të lutem. Tani unë kam shkruar që në gjimnas, domethënë që kur isha e re që kisha mësuese Zymën, e cila na bënte në ato rrethin letrar dhe na i afishonte tek këndi i letërsisë, poezitë, dhe kështu myri dashuria e doja, shkruaja më dhe përpara, gjërat vogla që ndoshta nuk botoheshin, po her pas here duke lexuar, duke studiuar, mësova dhe sillja ato gjërat që më ndjente shpirti. Bëra 2 libra në Shqipëri, pastaj u martova, bëra fëmijët, kisha punë të vështirë shumë larg shtëpisë. Bëja rrugë të gjata, herë me këmbë, herë me makina, edhe kisha shumë vështirësi. Puna e Thanasit ishte shumë e vështirë, se duhet të punonte, të studionte, të rinte në bibliotek, kështu që për një periudhë kohe unë nuk bëja dot, sepse punën që merja rrogën e kisha shumë të vështirë. Isha shefe finance, bëja llogaritjet e bunkerëve edhe të gjitha gjërave tjera në ushtri, e kështu që nuk para isha e lidhur me, domethënë të jesh në finance, të bësh këtë, sa më thoshte shefi kontrollit që lëri shkrimet se bukën do të hash me ne të financës. E kështu për një kohë gjatë nuk. Kur morëm llotarin për të ardhur në Amerikë, që fitoi Thanasi, edhe hyra punëve këtu në Amerikë, pa ditur gjuhën, pa nditur makinën, duke shkuar në këmbë, në mes të akujve, në punë të ndryshme, disa punë në ditë. Punoja në kuzhinë, isha kuzhinjere për 500 studentë në një kolegj. Pas asaj shkoja në një ndërmarrje tjetër, në një tjetër, në pastrime, kuzhinë, etj. Natën unë shkruaja dhe vazhdoj që të shkruaj natën. Edhe kisha një pasion të veçantë dhe kisha një çlodhje, kisha një jetë tjetër që më jepte një gëzim nëpërmjet asaj lodhje. Nuk e di ta provosh se si është kuzhina, Thanasi e ka parë se çfarë pune bëja unë. Të jesh edhe mbi kokë të fëmijëve deri diku, jo shumë, sepse s'kishim kohë të shikonin fëmijët. Në drek nuk shikoja fare. Ata ose vinin ose hanin jashtë dhe vazhdonin shkollën. Të 2 fëmijët kanë dalë shumë mirë në kolegjet që bën këtu. Na thërisnin mësuesët për të takuar, për ne zinim gjuhën. Gjuhën tash si vajtëm në shkollë të 2 me Thanasin. Në shkollë të mesme, kemi bërë 2 vjetë shkollë, jemi graduar, e kemi mësuar anglishten, tash nuk mund të them perfekte, po mësuam që të komunikonim dhe të shkruanim anglisht. Shkruanim edhe unë tash fillova në këtë periudhë, disa gra që ishin të moshuara, që më kujtonin në nëntime, mbillnin lule rreth rrotull në baçet e tyre, edhe unë bëja poezi për to, edhe i përktheja në anglisht, edhe vija u shtëpia atyre. Edhe ato më uronin dhe më thoshin shumë mirë, anglishtja tënde është shumë e mirë. Atëherë, do të ndali pak, do të them gjithë kjo punë, gjithë kjo sakrificë, gjithë kjo investim që keni bërë ju, kjo do të jetë shembull edhe do të jetë një histori shumë e lashtë për juve. Edhe kënaqësia ime është sot që jam pranë juve dhe për rrëfese të flasmi, besoj që do të kemi edhe 100 ditë, jo javë, por ditë. Kështu që ju faleminderit shumë, ishte kënaqësia ime e madhe sot që qëndrova në shtëpinë e juaj, të dytë të një versionit, të dytë
të shkencës, të shkrimeve, të botimeve. Ju lumt dhe vazhdojnë edhe mos u ndalni kurrë. Faleminderit edhe juve që e bëtë këtë mundim, që erdhët deri këtu dhe si të thash na plotësuat një dëshirë për të rrëfyer dhe për të thënë që puna është shumë e vështirë, po duhet sakrificë, duhet të bëjmë sakrifica. Atëherë për të nderuar shikues kudo që gjendeni në Shtetet Bashkuara të Amerikës në çdo vend të botës, dua të jem një falënderues i madh që me të vërtet bashkoj dhe takoj njerëz të çmuar, njerëz me vlera të mëdha. Ishte kënaqësi ime sot. Pra, mirëmbëjtje deri në emisionet e radhës me Noli TV, ku shikohet në TV Alb në kanalin 39 dhe në Nimi TV anë mban botës në kanalin 250. Mirupafshim dhe mirëndegjofshim. Dua të them, po specifikisht dua të flas ato që kam shkruar. Jam domethënë desha të intervistojsha mjaft mirë në lidhje me jetën e Thanasit. Brenda viteve, unë Thanasin e njoh prej 25 vitesh dhe unë sot dua të ndaj disa fjalë për një njeri që ka qenë dhe vazhdon të jetë një pasuri për komunitetin tonë. Zoti Thanas Gjika. Thanasi nuk është vetëm një antar i përkushtuar i degës sonë të Vatrës, por një figurë e rëndësishme në ruajtjen dhe promovimin e vlerave shqiptare në diasporë. Ai është një mbështetës i sinqert i punës sonë, por edhe një kontribues i drejtë në misionin e Vatrës, përmes dijes, shkrimit dhe përkushtimit të tij intelektual. Thanasi është një autor i një sër librash me karakter shkencor dhe kulturor, të cilët pasurojnë dashurinë e tij për gjuhën, historinë dhe identitetin shqiptar. Librat e tij janë një dëshmi e punës së palodhur dhe e përpjekjeve për të lënë gjurmë të qëndrueshme për brezat e ardhshme. Gjithashtu ai ka kontribuar rregullisht në gazetën historike Dielli, ku ka botuar artikuj me thellësi analitike dhe me qëllim ndriçimin e çështjeve kombëtare, kulturore dhe gjuhësore. Shkrimet e tij në Dielli janë lexuar me interes të veçantë dhe kanë shërbyer si një urë lidhse mes traditës dhe realitetit të sotme. Për mua personalisht, përfshirja në Vatër erdhi pas një periudhe të vështirë në jetën time. Pas ndarjes nga jeta e bashkëshortit tim, në këtë rrugëtim, njerëz si Thanasi më kanë dhënë forcë e motivim, sepse më kanë kujtuar që angazhimi për komunitetin nuk ndahet.